Dhe sot do të flasim inshallah për një hadith të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë erdhi Xhibrili alayhis salam edhe e pyeti pejgamberin alayhis salam me islam wa me iman wa me ihsan, cili është imani, cili është islami edhe çka është ihsani. Përgjigjja e fundit e pejgamberit alayhis salam që do të flasim në sot është kur e pyeti se cili është ihsani. Ka thonë ihsani është me adhuru Allahun azza wa jall sikur se me pa ata. Edhe duke e ditë ti se ti nuk i mundësi me pa Allahun azza wa jall, dije se Allahu të shëty. Kjo është ihsani. Kjo është grada më e lartë e besimit. Grada më e lartë e besimit është njeri me adhuru Allahun azza wa jall sikur me pa ata. Për ata muslimani do të me pas një qast vëllazni. Mu vetmu me Allahun subhanahu wa taala. Kjo është tema e hutbës tonë. Vetmimi, kënaqësia në vetmim me Allahun subhanahu wa taala. Për cilën thot Aisha radhiyallahu anha, para se mi ardh pejgamberlloku Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ju është dashuru atina vetmia. Shkojke në shpellën Hira, edhe lutke Allahun azza wa jall. Rritke veç vetë larg njerëzve, larg zhurmave njerëzve. Rike vetëm me Allahun azza wa jall. Tu e lut Allahun subhanahu wa taala derisa erdh shpallja. Po ashtu edhe Musa alayhis salam, thot Allahu subhanahu wa taala, edhe e caktuar me Musa alayhis salam një takim 30 ditorsh wa atmamnaha bi 10, edhe ja shtym atina apo ja plotësum atina 10 ditë tjera. 40 ditë u largu Musa alayhis salam pe njerëzve edhe u vetmu me Allahun subhanahu wa taala. Po ashtu edhe Davudi alayhis salam e kishte një vend adhurim, pasi që ishte pejgamber i Allahut azza wa jall edhe udhëhec sundus i njerëzve. Po shumicën e kohës e kishte një vend që adhurike veç Allahun azza wa jall edhe nuk do i kemi pengu kërkushit. E pas shpalljes së pejgamberit alayhis salam si pejgamber, pejgamberi alayhis salam thotë Aisha radhiyallahu anha, shpesh herë u vetmëjke pejgamberi alayhis salam me Allahun azza wa jall, lutke Allahun, bëjke dua e falke namaz. Do të vllazni, nasi besimtar, shpesh herë duhet mi largu rrjetet sociale, telefonat tona, ashtu që ka thonë Omer radhiyallahu anhu, le të ketë pi juve dikush një kohë të veçantë që vetmohet me Allahun subhanahu wa taala. Mu largu pi njerëzve, mu largu pi rrjetet sociale, pi Viberit, pi WhatsAppit, pi Facebookit, Instagramit, TikTokit, e këtë çka janë tjera. Lej krejt, që të në aeroplanin komplet, krejt rrjetet sociale. E vetmohu me Allahun azza wa jall. Për çdo breng çka e ki, për çdo hall çka e ki, me lut Allahun subhanahu wa taala, me bo ibadet ashtu që shka bo ibadet pejgamberi alayhis salam. Ku thot Aisha radhiyallahu anha, pasi që ju erdh pejgamberlloku pejgamberit alayhis salam, pasi që u bë pejgamber, ishte ibadetet, adhurimet edhe më shumë. Sa që ju dhimt Aisha radhiyallahu anha një ditë, i tha i dërguari i Allahut, pusho pak, Allahu ta ka garantuar ty xhenetin. Tha afala akunu abdan shakura, mos jem rob falënderues o Aisha. Një ditë thot Aisha radhiyallahu anha, u ngrit pejgamberi alayhis salam edhe nuk e pa shpistratit. Mendova se ka shku te gruaja tjetër. Edhe pa pejgamberi alayhis salam duke qajt në namaz dhe duke bo dua. Kjo është pejgamberi alayhis salam që u veçejke, u largejke pi njerëzve edhe adhurejke Allahun subhanahu wa taala. Pejgamberi alayhis salam kur ka ardhur koha e namazit, çka i ka thonë Bilalit, muezinit vet? Ka thonë kum fa erihna bis sala ya Bilal. Ngreto o Bilal edhe qetësona me namaz. Qetësona shpirtin me namaz. Qysh me qetësu shpirtin? Shpesh herë na kur e falim namazin, me atë i kem krejt tjetër ka, çka kena me ble. Po më ka thonë gruaja me ble buket, pa të gjona diçka tjetër bre. A namaz do e thonë elhami, mos i cilën recat kesh, a dytën a tretën. Ose e kam takimin me filanin, mos po vojnona, namaz e këshyrë sahatin, jo pas ka vakt, 5 minuta. Ose është loja ndeshja futbollit,
apo diçka tjetër, me di kot tjetër ka. Nuk e ka mendjen se u dal para Allahut azza wa jall. E me adhuru Allahun azza wa jall me kryqat namaz, sikurse me pa Allahun subhanahu wa taala. Edhe pse e dim se na s'kena mundësi me pa Allahun, Allahu të sheh. Të je i lidh, thot pejgamberi sallam, aqrabu ma yakunu al-'abd min rabbih wa huwa sajid. Njeri mas afër me Allahut azza wa jall është kur është namaz, kur është në sejdë. Mas afër me Allahut subhanahu wa taala. Ju ke afru Allahu subhanahu wa taala. Largoj mat prej rrjeteve sociale, piksoj dynjoj. Shkoj me komplet çështën e dynjas. Largoj komplet brega se çka kime bu pas namazit. Me kon ki mu takua, apo ku kime shku e kështu me radhë. Haraj këto sana. Qum fa arihna bis salat. Ngreto o Bilal thëre ezanin, e bë ikamet qetësohemi me namaz. Për ata një prej selefëve, djetarëve, ka thonë vallaj, kur e ka një knatësin e namazit, ka thonë vallaj, sikur të ishin banorët e xhenetit, në kitë knatësi që kina na knatësin namaz, kesh me mjaftu për knatësis. Për shkak se e ka arrit knatësin e namazit vllazni. Knatësia e namazit arritet kur na adhurojmë Allahun azza wa jall edhe veçohemi veç me Allahun subhanahu wa taala. E kina i dërt, e kina i breng, e kina i problem. Shpesh herë na e harrojmë Allahun subhanahu wa taala. Trokisim në për dyrt e krejt njerëzve. E shkojnë në dyrt edhe të armikut. Edhe të sërt, edhe të shkije u kërkojnë ndihmë, për shërim, për smundja, për diçka. E harrojnë Allahun subhanahu wa taala. Mu vetmu njeri sinqerisht me Allahun subhanahu wa taala, ku thot pejgamberi sallam, në tretën e natës, zbret Allahu azza wa jall në qiellin e tokës. E thot kush po mlutet mu ti përgjigj lutjes time. Kush kërkon falje t'ia fali gjynohet atina. Kush po pendohet t'ia pranoj pendimin atina. Çdo natë. Në çdo natë Allahu azza wa jall zbret qiellin e tokës. Vetmon këtë pjesë të natës me Allahun azza wa jall, ashtu që ka bëu pejgamberi alayhis salam. Mu vetmu për çdo dërt, çdo breng, çdo problem çka e ki. E këto nuk mundesh me arrit këtë kënaqësi nëse nuk e përjeton. Nëse nuk gritesh edhe me fal 2 rekate, edhe me zgjat sejdën, edhe me të piku loti pe frikës të Allahut azza wa jall, apo pi dashnis me takimin me Allahun subhanahu wa taala. Thot një prej sahabëve, kam nejt me pejgamberi alayhis salam, edhe është ngrit ka fal namaz natës. Sa që pikke lët pe frikës e pi dashnis të Allahut azza wa jall, sa që u mbulu apo e largu vendin ku fal kaj. Kështu ka qenë pejgamberi alayhis salam. Muslim ibn Yasari thot, ma taladha al-mutadhallilun mithl al-khalwa bi munajati Allah. Thot nuk e arrin kënaqësin njerëz të cilët nuk vetmohen me Allahun azza wa jall edhe mi ngrit durt apo me lut Allahun azza wa jall në sejdë. Për çdo breng, për çdo problem çka e kanë. Jo e luta Zotin vallahi, çuva dorë atë, edhe luta Zotin pa jas kom përgjigjet. Thot pejgamberi sallam, ud'u Allah wa antum muqinun bil ijab. Lutni Allahun azza wa jall, edhe jo t'jeni bindën që Allahu ju përgjigjet lutjes juaj. Jo veç me provu. Jo veç hajde provu apo jo, s'pa ec. Kjo është një sikur me thirr dikon në telefon me thonë, "Ja, u ma kryn çat punë." Që don ma kryma. Jo veç s'kesh hajt pitina. Lutë Allahun azza wa jall me bindje të plotë që Allah të përgjigjet lutjes tonë. E jo veç hajt të provoj. Pastaj vetëm me Allahun subhanahu wa taala duke lexuar Kur'an. Recitimi apo ndëgjimi i Kur'anit. Pejgamberi alayhis salam, për ata të cilët nuk dinë me lexuar Kur'an, një ditë e takoi Abdullah ibn Mas'udit dhe tha, "Hajde, recito Kur'anin, po kam qef me ndëgju për ide." Tha i dërgumi Allahu, "Ty tu ka zbrit, e unë me të lexu Kur'an para teje?" Tha, "Po kam qef me ndëgju Kur'anin." Abdullah ibn Mas'udi recitoi Kur'an, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndëgjoi.
Mu vetmu me Allahun Azza wa Jall në recitim të Kuranit, të lexim Kuranit, në dëgjim të Kuranit. Për shkak se Kurani ndërmjetëson për ata të cilët e lexojnë, për ata të cilët e ndëgjojnë, ndërmjetëson për ta ditën e gjykimit. Vetmimi me ajetet e Allahut subhanahu wa taala. Vetmimi me përkujtimin e Allahut subhanahu wa taala. Davudi alayhis salam një ditë e pyeti Allahun Azza wa Jall: "O Allah, këto të mira që më ke dhënë, çysh me të falëndëru?" Tha Allahu Azza wa Jall: "Nëse më përkujton mu, më ke falëndëru. Nëse nuk e përkujton Allahun Azza wa Jall, atëherës i ke mohu të mirat e Allahut subhanahu wa taala." E pejgamberi alayhis salam thot se ka thonë Allahu Azza wa Jall: "Nëse robi jam më përkujton mu në vetmi, unë kom e përkujtu ato." Unë kom e përkujtu ato. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Fadhkuruni adhkurkum, washkuru li wala takfurun." Përkujtoni mua, unë kom ju përkujtu juve. Çish kom e na përkujtu? Momenti kur ti e përkujton Allahun Azza wa Jall, bën dhikr, thu subhanallah, elhamdulillah, Allahu akbar. Allahu Azza wa Jall s'ka me të largu ty pimendjes tine. Momenti kur ti je në zër, kur ti kina i dërd, kur ti kina i brend, kur ti kina i smundje, e lutë Allahun Azza wa Jall, Allahu ka me të përkujtu ty. Po nëse ti e haron Allahun Azza wa Jall, nëse na harojnë Allahu subhanahu wa taala, veç kur jena në zër i kthehem atin, atëherë çysh me na përkujtu Allahu subhanahu wa taala ne. Thot Ibn Qayyim rahimullah: "Utlub al-qalba fi thalath mawatin." Lëpe zemrën tënde, kënaqësinë e jetës tënde në 3 sene. Thot në dëgjim të Kuranit, me gjalis e dhikr, në vendet kur përkujtohet Allahu Azza wa Jall. Edhe e treta thot awqatul khalwa, në vendet në vetmimet me Allahun Azza wa Jall. Lëpe kënaqësinë e jetës tënde, imanit tënd, kënaqësinë e kësaj bote, për cilën Ibn Taymija ka thonë, në dynja është një xhenet. Ai i cili nuk hyn në xhenetin e kësaj bote, është problem me hyn në xhenetin e ahiret. Në xheneti i kësaj bote, kënaqësia e kësaj bote, thotë Ibn Qayyim, lëpën 3 sene, leximin e Kuranit, thot mujalis të dhikr, në grupet, në vendet ku përkujtohet Allahu Azza wa Jall. Edhe e treta, kur vetmosh me Allahun Azza wa Jall. Thot nëse nuk e gjon në këto 3 vende, atëherë lutë Allahun Azza wa Jall me ta kthy zemrën tënde, se zemra jote ka vdekur. Lutë Allahun me ta ringjall zemrën tënde. Me shnosh këtë zemrë, se zemra është e vdekur apo është e smut. E smut pi gjunohev. Pejgamberi alayhis salam ka thonë, kur njeri e bën një mëkat, i bëhet një pikë e zezë në zemrë. Pastaj vazhdon ai me mëkate derisa ti nxihet zemra atina. E kur nxihet zemra, atëherës nuk e nje as të mirën, nuk din me dallu pi të keqës, e as të keqën pi të mirës. Për ata vëllazni, zemrat kanë nevojë për me pastru, për me ni kënaqësinë e takimit me Allahun Azza wa Jall, kënaqësinë e namazit, e ibadet, e adhurimeve, do të mos pari me pastru zemrën tonë prej këtyre njollave. Pejgamberi alayhis salam thot, prej 7 lloj njerëzve, të cilët në ditën e gjykimit kanë me hijen në hijen e Allahut. Në ditë kur nuk ka hije përveç hijes të Allahut Azza wa Jall, është një person i cili kur u kon veç me Allahun Azza wa Jall, se ka pa kërkush hiç. Fadat aynahu, i lëtojnë syt e tina pe frikës të Allahut apo pe dëshirës me taku Allahun subhanahu wa taala. Kur është veç vet? Pse veç vet? Për shkak se ka mundësi ti jemi dikon e përmend hoxha një hadith ja nis me kajt. Kë ka mundësi e pas sy e fatësim të. Apo namaz ja nis me kajt për shkak me të njëjtër ka mundësi sy e fatësia me hitë. Po momenti kur je veç me Allahun Azza wa Jall, edhe pikon loti pej frikës të Allahut Azza wa Jall, apo pi dëshirës të madhe me taku Allahun subhanahu wa taala në ditën e gjykimit, edhe në xhenet, për cilën thot pejgamberi alayhis salam, kur hin banorët e xhenetit në xhenet, edhe banorët e xhenemit në xhenem, Allahu subhanahu wa taala i thot banorëve të xhenetit, a keni nevojë ndaj sa më shumë? Çfarë po doni më shumë? Kur i fundit që hin në xhenet,
ka pej mirësive xhenetit sa ka pas një mret në dynja, edhe 5 fish ma shumë, edhe 50 fish ma shumë, në varët i gradës xhenetit. Ka thonë, i pyet, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i pyet Allahu azza wajal banorët e xhenetit, apo doni në sa më shumë, apo ju mungon në sa? Thonë Allah, çka kena me lyp në më shumë? Na ke shpëtu pi zjarmit të xhenemit, edhe na ke shti në xhenet me mëshirën tonë. Çka lypim në më shumë? E thot Allahu azza wajal, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahu azza wajal në atë moment i thot besimtarëve, tani keni me pa mu. Është momenti kur Allahu azza wajal e hiq perdën mes tina edhe mes besimtarëve edhe shohin Allahun azza wajal. Kjo është kënaqësia më e madhe. Kjo është momenti kur nëse të përkujtohet ty Allahu subhanahu wa taala, edhe të pikon loti, Allahu azza wajal shpërblimin e parë që ta jep është kjo. Shpërblimi i dytë thot pejgamberi alayhis salam, Allahu azza wajal nuk e dënon një besimtar i cili pikon loti i tina apo kanë për hir të Allahut azza wajal. Allahu azza wajal nuk e dënon këtë person. E fal prej gjunahev, ja fal gjunahet edhe shpëton prej zemrës së xhenemit. Kjo është vllazni mirësia e vetmimit me Allahun subhanahu wa taala. Elusëm Allahun azza wajal na bëj këtëne wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Tjetra vllazni që ka kemë nevojë si besimtar është njëri mu vetmu, shpesh herë larg syve të njerëzve edhe larg familjes me llogarit veten e vet Allah. Përse Allahu azza wa jalla thotë ja alladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. O i cili keni besu, keni frikë Allahun azza wa jall, edhe le të shikoj secili prej juaj se çka ka bëu për nesër. Çka ka bëu për nesër për ditën e gjykimit. Nol secili çdo ditë 5 minuta, 10 minuta, mshele dhomën larg familjes, larg fëmijëve, larg telefonit, as telefoni mos e merr me vetë. 10 minuta. Nalo edhe vetë vetën e që tash me namaz shpirtin Allahu azza wa jalla të përgatit. Ai na të përgatit me dal para Allahut azza wa jalla. Ai na të përgatit na me dal para Allahut subhanahu wa taala edhe me na pyet Allahu azza wa jalla për çdo sa. Për çdo sa që kena bën në dunjë. A kena bën më shumë mira keq. Peshorja përse në Allahu azza wa jalla thot nuk lën asnjë grim sa të vogël të mira apo të keqe pa e peshur. Nëse e sheh vetën që ke bën më shumë të mira se sa të këqija, falëndero Allah. Nëse është vetën që ke bërë të këqija më shumë të mira, pendohet te Allahu azza wa edhe puno vepra të mira se pejgamberi alayhis salam. E Allahu azza wa në Kur'an thot innal hasanati yudhibna sayyi'at. Veprat e mira i azgjësojnë të këqija. Kjo është ajeti i Kur'anit. E pejgamberi sa thot Allahu azza wa edhe ja përveç se ja ushtyn gjunohet me vepra të mira, edhe ato të këqija që i ki i shndron sevap. Edhe të këqija që i ki i shndron sevap. Pra ta Ukbe ibn Amir, pejgamberi alayhis salam e porosit një herë. Një porosi jep, i thot imsi kalejke lisanet, maje gjuhën tonë, nëse don me shpëtu, në dynja dhe në ahiret maje gjuhën. Kujdes se çka po fol. Wali yasak beituk, edhe le të rrethekoj problemet e shtëpisë tonë. Merru me problemet e familjes tonë, shtëpisë tonë. Këshiri problemet e tua, shpesh atë na i këshirën problemet e hallit që ka bëj tjetri aty te shtëpia llung. Thot pastaj i thot pejgamberi sallam, "Wabki ala khati'atik", edhe çaj për gabimet e tua që ai ke bërë. Gabimet që ai ke bërë munal, edhe me kajt për ato gabime, mu pendu për ato gabime. E këto vllazni arrin besimtari veç nëse ulet edhe vetmohet veç me Allahun subhanahu wa taala. Se mu ulet edhe me llogarit me tjetër kush ta bën veç rrafsh. Jo pse buri mirë ti. Jo më çfarë, edhe ti mos e fiton xhenetin ose di kush me fitu. Holo se ti e një vetën tonë më mirë vallai. Më mirë se këtë njerëz tjerë. E lutem Allahun azza na falën katët tona, prindet tona, edhe gjithë besimtarët kudo që janë, aqulu qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum.